Faleminderit zotëri Shala, Gen Shala, dhe më thënë e mbajtër mend. Harroj të thot Genti që antarësia vjetore është 350 euro, që do të thotë se është më pak se paga minimale në Kosovë, mujore e cila është 425 e prej një frikut bërë 500 euro. Të ndruar pranishëm, kur më thanë që në mes të prillit të mërkurën paradite do të vinë një takim për asociacionin, isha pak skeptik, po kur më thanë që bëhet fjallë për asociacionin e bizneseve, liderën, sektorin e shërbimit, atëherë gjithë shka ndroj. I nderuari zotri Henrik Ribi, zëvendës shef i misionit të Suedisë në Republikën e Kosovës, i nderuar zotri Egzon Regjepi, kryetari i bordit të ABCL Kosovës, i nderuar zonja Tranda Gjëmbale Perqeli, drejtore operacioneve në Concentrix, të nderuar antar të ABCL, të nderuar përfaqësues të SIDA, Helvetas dhe HELP, të nderuar pranishëm zonja dhe zotri, Kosova ka zgjedhur të punoj, të mësoj edhe të jetë e hapur ndaj botës. Mirë se u gjej sot në këtë ngjarje dhe falenderoj organizatorët që e mundësuan këtë dialog. E shfrytëzoj këtë rast për ta uruar ABCL Kosovën për një vjetorin, një vit i shkurtër në kohë, por e rëndësishëm në rezultate. Sektorët e shërbimeve BPO dhe TIC janë ndër sektorët që po rritën më së shpejti në ekonominë tonë. Sot ata punësojnë drejt për drejt mbi 47.000 persona, të cilët përfaqësojnë jo vetëm ata persona që punojnë, menaxhojnë, krijojnë e zhvillojnë, por edhe familje, pastaj njerëz që blejnë shtëpi e prona të tjera, mandej të rinj që zgjedhin të qëndrojnë në Kosovë dhe në qytetet e tyre, të cilat gjithnjë më shumë po përparojnë. Concentrix, sponzori kryesor i këtij takimi, e ka kuptuar këtë shumë mirë dhe shumë herët. Vendimi i tyre për të hapur qendra jo vetëm në Prishtinë, por edhe në Mitrovica dhe Prizren, tregon besim në potencialin e gjithë vendit tonë, jo vetëm të kryeqytetit. E vlerësoj këtë vizion dhe i falenderoj përzemërsisht për angazhimin e tyre. Sot 11.410 biznese janë aktive në sektorin e ekonomisë digjitale dhe të shërbimeve profesionale e mbështetëse, me një qarkullim i cili ka arritur 2 miliardë euro në vitin që lëm pas 2025, duke shënuar një rritje mesatare vjetore prej 16%. Nga këto, 78% sigurojnë të ardhura nga tregjet ndërkombëtare, kryesisht nga Gjermania, Zvicra dhe Austria. Kjo tregon se Kosova përtej produkteve eksporton aftësi dhe njohuri. Do doja të ndalesha më gjatë në shifrat, sepse ka shumë për të diskutuar. Megjithatë, sot më është kërkuar të mos e bëj këtë, dhe me të drejtë, pasi Data for X do t'i prezantoj të dhënat më vonë, prandaj këtë pjesë po alë atyre sepse bëjnë më sakt e më mirë. Mirë po shifrat tregojnë vetëm gjysmën e historikut. Nëse më pyesni se cila është pasuria më e madhe e Kosovës, natyrisht do të them njerëzit tonë. Jemi populli më i ri në Evropë, me më shumë se gjysmën e popullsisë nën moshën 35 vjeçare, të cilët flasin disa gjuhë, janë të talentuar e optimist dhe kanë shkollimin për të zhvilluar talentet e tyre. Sipas raportit të Emerging Europe, Kosova ka numrin më të madh studentëve në fushën e teknologjisë informacionit dhe komunikimit për kohë banori në 23 shtetet evropiane të cilat i mbulon ky raport. Për më tepër, kemi lidhje të forta me mërgatën tonë, mbi 1 milion prej të cilëve jetojnë në vendet gjermanofolse, një kapital i cili nuk mund të mbivlerësohet. Kjo reflektohet dukshëm në sektorin BPO në Kosovë, ku shumica e kompanive kanë pozita drejtuese si pronar, drejtor ekzekutiv apo edhe në funksione të tjera kyçe, por edhe si punonjës antar të mërgatës sonë. Ata e njohin tregun evropian nga brenda,
flasin mirë gjuhën e klientit dhe kuptojnë kulturën e biznesit ndërkombëtar. Sipas raportit të Emerging Europe, Kosova renditet e para në rajonin tonë të Ballkanit Perëndimor për konkurrueshmëri në fushën e teknologjisë së informacionit dhe është e 11-ta përgjithsisht. Këtë konkurrueshmëri e shohim qartë si në çmim ashtu edhe në infrastrukturë. Kostot e punës në Kosovë janë deri në 50% më të ulta se në Evropën qendrore, kemi valutën euro, e në vijim do ta kemi edhe valutën tonë digjitale, jemi në të njëjtën zonë kohore me Stockholmin, Berlinin, Zürichun e Madridin, si dhe kemi një klimë ligjore gjithnjë më të favorshme për investitorët. Të gjitha këto i mbështesim me zhvillime të mëdha infrastrukturore. Kosova është një ndër top 8 shtetet në Evropë sa i përket qasjes në internet dhe ofrojmë infrastrukturë digjitale të besueshme. Dikur kemi folë me megabit, tash flasim me gigabit shpejtësi. 3 vjet më parë kemi mbuluar 100% të zonave të banuara me internet broadband, pra me internet 5G, ndërkaq që nga 2 vjet më parë jemi vendi i parë në rajon i cili ka lënë pas teknologjinë 3G. Tash punojmë me 5G më shumë se 2/3 të territorit të Republikës, ndërkaq pjesa tjetër mbulohet me 4G+. Qeveria e Kosovës ka bërë zhvillimin e këtij sektori një prioritet të qartë për veten e saj në strategji e në zbatim. Strategjia e punësimit 2024-2028 vendos sektorin e tikut dhe të shërbimeve BPO në qendër të krijimit të vendeve të punës për të rinjt. Ne po i rishikojmë kurrikulat arsimore në bashkëpunim me industrinë, po krijojmë stimuj fiskal për investitorët e ri dhe po punojmë për të thjeshtuar procedurat administrative. Politika e mirë ndërtohet përmes dialogut. Çfarë dëgjoj e do të dëgjoj nga ju sot, si sfidat, nevojat dhe idetë, padyshim që do të ndikojnë në vendimarrjen e qeverisë. Kjo është arsyeja pse jam këtu bashkë me juve, jo vetëm për të folur, por edhe për të dëgjuar. Tema e këtij eventi sot shpreh qartë ambicien tonë shtetërore e shoqërore. Kosova nuk mjaftohet me rolin e një destinacioni nirshor të lirë. Ne jemi të vetëdijshëm që bota dhe tregu i punës po ndryshojnë dhe na duhen shkathësi dhe avancime teknologjike që të mbetemi konkurrues dhe të jemi gjithnjë më konkurrues. Prandaj kemi parapar iniciimin e projekteve dhe krijimin e celuleve të inovacionit brenda sektorit publik për të testuar e pilotuar teknologji të reja sikurse inteligjenca artificiale. Këto projekte dhe iniciativa do të ofrojnë mundësi shtesë për bashkëpunim me sektorin privat e akademisë në nivel kombëtar e ndërkombëtar. Synojmë të jemi vendi ku inovacioni zhvillohet dhe ku kompanitë ndërkombëtare vijnë jo vetëm për kosto, por për cilësi, besueshmëri dhe bashkëpunim afatgjatë në teknologji në zhvillim. Ky nuk është një vizion i largët, është një proces që tani më ka nisur. Çdo vend pune i krijuar dhe çdo kompani e re që hapet është një hap konkret drejt këtij qëllimi. Zonja dhe zotëri, Kosova ka gjithçka që i duhet për ta bërë hapin e ardhshëm, njerëz të talentuar, vendodhje strategjike, vullnet politik, kompani inovative dhe natyrisht partner ndërkombëtar. Detyra jonë së bashku, si qeveri, industri dhe shoqëri, është ta kthejmë këtë potencial në realitet. Ju uroj një ngjarje të suksesshme, diskutime të hapura dhe partneritete të qëndrueshme. Ju falenderoj. Thank you again. I'm happy you didn't mention the football. It still hurts, actually. Distinguished guests, dear Prime Minister Albin Kurti, representatives from ministries, from ABSL, Helvetas, HELP, friends and partners. It's a true pleasure
to join you here today when we celebrate the first anniversary of ABSL Kosovo. In just 1 year, ABSL Kosovo has established itself as a strong and credible voice for the ICT and BPO sector, bringing together companies, institutions, and talent around a shared vision, positioning Kosovo not only as a nearshore destination, but as an emerging innovation frontier. This is a commendable achievement. Sweden has long been a committed partner to Kosovo's economic development, 25+ years now. Our cooperation is grounded on a clear vision to support inclusive, sustainable and competitive businesses that create opportunities, especially for young people and for women. And we're talking about decent jobs here in formal economy. And that part is growing thanks to companies like the ones who are forming ABSL today. This vision is closely aligned, of course, with Kosovo's own development priorities and with the broader European integration agenda. And within this framework, the ICT and BPO sector stands out as one of the most promising drivers of growth, as the Prime Minister also mentioned. The number of people already employed and being employed is higher, the growth is higher than in most other sectors. Because it creates quality jobs, particularly for youth, enables integration into global value chains, and strengthens the trade and services across borders. And I hope that next time when we mention the trade, it will not only be Germany, Switzerland, Austria, but also Sweden, because we are investing here also. I think the systems of Ericsson is helping us with that. We have Ericsson also a research center established a year ago. We have several companies investing also here, so we hope we will increase. Kosovo has recognized the potential in this sector, and what we see today is a dynamic ecosystem that is growing in ambition, capability, and international relevance. And Sweden is very proud to support this transformation. Now, through the Reconomy program, and thank you so much for Helvetas managing it together with HELP. It's a really well-run thing. We help this development in all the Balkan countries, Western Balkan countries. Iniciativat si kjo përfaqësojnë më shumë se një aktivitet apo një forum. Këto janë platforma që bashkojnë zërat, fuqizojnë bashkëpunimin dhe ndërtojnë vizionin për sektor shumë të rëndësishëm të vendit tonë, siç janë teknologjia informative, komunikimit dhe shërbimet, outsourcing që kanë një bilans shumë të lartë tregtar në vendin tonë. To janë, themi, si dy shtylla kryesore të zhvillimit që ndryshon vendin tonë. Në çdo paraqitje time, rikthehem te një e vërtet, e thjesht, po mendoj që është thelbësore. E ardhmja e zhvillimit ndërtohet mbi investimet në ditët e sotme në inovacion, teknologji dhe ndërmarrësi. Ditët e sotme nuk mund të imagjinohet asnjë progres apo një zhvillim pa ndikimin e drejt për drejt inovacionit, teknologjisë dhe zhvillimit të ndërmarrësisë. Në këtë rrugtim, Kosova ka një avantazh të jashtëzakonshëm, i ka njerëzit e saj, një popullat të re, dinamike, fleksibile dhe shumë e talentuar për të absorbuar njohuri të reja e me theks të veçantë ato në teknologji. Rreth 60% qytetarëve tanë janë në moshën 35 vjeç, ashtu siç e theksoi edhe kryeministri jon, një potencial që na dallon në Evropë dhe na shtyn të mendojmë dhe veprojmë me më shumë guxim. Kur këtij potenciali ja shtojmë edhe një aset tjetër shumë të rëndësishëm, po ashtu shtrirjen brezgjerë të internetit në rreth 100% të territorit tonë, bëhet e qartë se kemi mundësi të fuqishme dhe bazë solide për të ndërtuar një ekonomi moderne të bazuar në ide dhe inovacion.
Prandaj, ambicia jonë është e qartë. Ta shndrojmë Kosovën në një qendër konkurruese rajonale për shërbime digjitale dhe inovacion,